Ardita, për të shumë po shqiptarë, si po qëndrojnë? A do të ketë shqiptarë në datë 15 që do të jenë pjesë e kësaj, sepse kemi thonë disa herë që dhe tje përmendë pak më parë, alternativa që vjen nga opozita nuk është më e mirë për shqiptarët, me qëndrimet për Kosovën, qëndrimet për shqiptarët janë pothuajse të njëjta me Vučić, por a do të jenë shqiptarët në këtë dubim në 15? Ajo çfarë është interesante se përkraja e lëvizjes studentore tani më reflekton edhe në komunat më jugore të Republikës së Serbisë, në vendbanimet ku janë banuara edhe me komunitetin shqiptar. Gjatë ditës së djeshme kishim një protestë ato që ishte simbolike edhe në qytetin e Medvegjes, ku edhe aty jetojnë shqiptarë. Normalisht shqiptarët nuk marrin përgjegjësi se i përket organizimit të këtyre protestave, por edhe çfarë është interesante se tani më po preken edhe lokacionet ku janë banuar me shqiptar. Ndërsa gjatë ditës së sotme në qytetin e Bujanocit, edhe kjo vendbanim që është me 50% shqiptar, kemi paralajmërimin zyrtar se nga dita e sotme edhe kopshti i fëmijëve është futur në grevë për shkak të mos respektimit të drejtave punëtorëve. Ky është një solidarizim. Kjo grevë ishte në Bujanoc? Në Bujanoc? Greva është në Bujanoc, po. Pak minuta më herët kemi marrë informacionin, dje ishte një protest në qytetin e Medvegjes, që do thotë po merr kajën e saj edhe në qytetet ku janë banuar edhe me shqiptar. Okej, por pra të shtunën, Ardit, nga ajo që ti di, nga ajo që ti ke komunikuar, do ketë shqiptar që do protestojnë, do bashkohen me këtë protest, përveç këtyre protestave që ti citove? Po. Deri më tani nuk kemi ndonjë informacion zyrtar që do të jenë pjesëmarrëse në këto protesta të datës 15 mars, sa i përket asociacioneve apo organizatave jo qeveritare që drejtohen nga shqiptarët. Besoj se brenda javës do të kemi informacionet e sigurta. Normalisht, nëse shqiptarët nuk do të shkojnë në Beograd, shqiptarët secili me metodat e veta do të mbështesë frymën ndryshe të lëvizjes studentëve kundër kësaj qeveri kjo që njihet qeveria ndër më diskriminuese për shqiptarët që jetojnë në Republikën e Serbisë. Po skena në parlament, Ardita, çfarë parashikon opozita për reaksionin në parlament gjithmonë? Se kujtojmë ato vetëm një javë më parë skenat me bomba, jo me bomba mërëtor, me bomba tymuese, me zjarre, flak, çfarë paralajmëron opozita? Ato që kemi parë në parlamentin e Serbisë janë skenat që nuk i kemi parë mbi 30 vite në Serbi, me tekst veçantë në parlament, sepse ka pasur përleshje verbale, ka pasur konflikte, gjuajtje me ujë, por bombola gazi dhe me gazin lotësjelës, gjuajtje me vezë, ato skene kemi parë tani pas 30 vitesh. Normalisht ato janë kritikuar dhe janë dënuar nga njohësit e rrethanave politike këtu, por edhe nga një pjesë e taborit opozitar. Opozita nuk ishte mirë organizuar gjatë asaj dite, me që fillimisht bëri gabimin në hapjen e parë duke mos votuar kërkesat e studentëve, të cilat u aprovuan, qeveria aprovoi një listë, parlamenti ka aprovuar një listë që ka të bëjë me arsimin e lartë, ndërsa në anën tjetër Vučić dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić kanë paralajmëruar se ata po presin vendimin e prokurorisë se i përket masave ndëshkuese për taborin opozitar, për incidentet e shkaktuara gjatë ditës së hënë, fiks para 7 ditësh në parlamentin e Serbisë. Normalisht ato për herë të parë pam një opozitë të revoltuar, përkundër asaj që fuqia politike është ende shumë më e vogël se sa pjesa majoritare, por tani më revoltën në Serbi e kemi në 2 tabore të ndara. Lëvizja studentore e cila në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të njolloset politikisht. Ne dimë edhe pas 24 orëve të incidentit të ndodhur në parlamentin e Serbisë, nuk patëm një deklarim apo një reagim zyrtar të lëvizjes studentore karshi qëndrimit të opozitës dhe përfaqësuesve institucional. Ndërsa në anën tjetër kemi tani një opozitë revoltuar e cila ka paralajmëruar se nuk do të jetë pjesë e mbledhjeve seancave të radhës sa i përket parlamentit të Serbisë, dhe në anën tjetër kemi një grup shtet që po krijon
presidenti Vučić, i cili organizon tubime paralele me tubimet e studentëve, dhe duke thënë se institucionet e Serbisë janë të palëkundura dhe kjo qeveri do të mundrohet vetëm përmes votave në kutitë e votimit dhe në asnjë mënyrë nuk do të kemi një qeveri teknike apo një diçka të ngjashme. Ardita Beluli, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë gatishmërinë tënde për të sjellë këtu në Tiranë atë çfarë ndodh me shqiptarët në Serbi dhe faleminderit shumë nga zemra që është gjithmonë e gatshme për qenë. Duroj një avim vite sa më të mbar. Okej, to ishte zhvillimi që viti nga Serbia, e cila është në kaos të plot dhe Aleksandar Vučić paralajmëron për dhunë ditën e shtunë, por çfarë do të ndodh. Okej, do shohim një hapësirë publicitare, do rikthehemi për të folur për sport, pasi Lara Kulturi, Lara jon na ka bërë krenar sërish të shënditur e treta në garën e Kupës së Botës në Suedi.